Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Sekreti i bukurisë: merrni pak limon dhe përdoreni në këtë mënyrë. Ne të gjithë e përdorim limonin në gatim ose si një trajtim natyral për shumë probleme shëndetësore. Nëse nuk e keni ditur, limonin mund ta përdorni edhe për bukuri. Limoni mund të përdoret për sa i përket shëndetit të lëkurës, madje është efektiv edhe për mirëmbajtjen e flokëve. Limoni hidraton buzët. Ka shumë faktorë dhe produkte që bëjnë buzët tona të duken të thata. Para se të flini, vendosni pak lëng limoni në buzë dhe ato do të jenë krejtësisht të hidratuara në mëngjes. Përdoreni limonin për sqetullat. Limoni do të largojë errësimin e lëkurës së nën sqetullave tuaja dhe po ashtu ai vepron si deodorant. Aciditeti i cili gjendet në lëng limoni, mjalt dhe tërshër ndihmon të eliminojë bakteret që shkaktojnë erën e keqe. Bëni një përzierje me lëng limoni, mjalt dhe tërshër. Vendoseni përzierjen nën sqetullat tuaja dhe lëreni të qëndrojë për 1 orë. Eliminon puçrat e zeza. Limoni funksionon shumë herë më mirë në pastrimin e fytyrës dhe largimin e toksinave dhe ndihmon në eliminimin e puçrave të zeza. Kaloni limonin në lëkurë dhe lëreni atë për 10 minuta. Sigurohuni që gjatë kësaj kohe të mos ekspozoheni në diell, sepse kjo mundet të shkaktojë njolla. Limoni ndihmon gjithashtu në mirëmbajtjen e lëkurës. Limoni është i pasur me vitaminë C dhe duke qenë se përmban këto vitamina tepër të rëndësishme, limoni është veçanërisht shumë i mirë për persona të cilët kanë fytyrë të yndyrshme. Para se ju të flini, duhet që të shtrydhni një limon dhe përdoreni lëngun e limonit në fytyrë. Aplikojeni si spray ose me copa pambuku. Për shkak të karakteristikave antibakteriale, limoni ndihmon edhe në largimin e yndyrës së tepërt nga lëkura juaj. Është mirë që këtë trajtim ju ta bëni gjatë natës. Limoni si një forcues i thonjve. Limoni është fantastik për thonjtë tuaj, i forcon dhe gjithashtu i largon të gjitha shenjat nga ai. Përzieni pak lëng limoni nga 2 lugë gjelle vaj ulliri dhe vendoseni në thonjtë tuaj. Largon shenjat. Vendosni lëng limoni në zonat ku keni problem me shenja dhe lëreni të qëndrojë për 15 minuta. Më pas, pastrojeni fytyrën. Kjo është një metodë shumë efektive për largimin dhe parandalimin e shenjave në fytyrë. Preferohet që këtë trajtim ju ta aplikoni gjatë natës për shkak se ekspozimi në diell pas këtij trajtimi mundet që të sjellë reaksione në lëkurën tuaj. Përdorni limon për t'i zbardhur flokët. Limoni është shumë efektiv në zbardhjen e ngjyrës së flokëve tuaj. Vendosni pak lëng limoni në flokët tuaj dhe ekspozohuni në diell. Flokët tuaj do të kenë ngjyrë më të hapur se më parë, ashtu sikurse edhe do të shkëlqejnë më shumë. Limoni është i pasur me vitaminë C dhe është një antioksidant i fuqishëm. Nëse e përdorni vetëm në kuzhinë dhe nuk e keni tentuar kurrë ta përdorni në maska në kushte shtëpie, ka ardhur koha që ta bëni. Maska me limon rekomandohen për lëkurë të yndyrshme dhe mikse. Mjafton që ju t'i shtoni disa përbërës që të gjithëve ne na ndodhen në kuzhinë dhe ta aplikoni në fytyrë. Rezultatet do të jenë të mahnitshme, pasi fytyra juaj do të duket më e ndriçuar dhe yndyra do të reduktohet ndjeshëm. Po ashtu këto maska do t'ju ndihmojnë për të zhdukur edhe shenjat e akneve. Maskë me limon me të bardhë vezë. Ndani të bardhën e vezëve nga e verdha dhe të bardhën rriheni mirë. Shtoni disa pika limon dhe përzierjen duhet që ta trazoni mirë derisa të krijohet një masë homogjene. Lëreni për 10 deri në 15 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Duhet të keni parasysh që maskat nuk aplikohen kurrë
në zonën e syve dhe të buzëve. Maska me limon dhe mjalt. Kjo është një maskë më e thjeshtë e cila mundet të ekzistojë. Merrni një lugë çaj mjalt dhe shtojeni disa pika limon. Maskën mundet që ta mbani në fytyrë për 20 deri në 25 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Mos harroni që pasi të keni larë fytyrën duhet të vendosni gjithmonë hidratues. Maska me limon, sod buke dhe kos. Kjo maskë është paksa agresive, prandaj ajo nuk rekomandohet për lëkurat tuaja delikate. Përzgjeni një lugë kafeje kos me një lugë kafeje sod dhe shtojeni disa pika limoni. Përzgjeni derisa masa të bëhet në formë paste dhe aplikojeni atë në fytyrë. Mbajini derisa të thahet dhe më pas shpëlajini me ujë të ngrohtë. Kujdesi për fytyrën është një pjesë shumë delikate e ritualit të mirëmbajtjes për çdo femër, por jo për të përjashtuar meshkujt. Edhe pse në video tona ne ju rikujtojmë vazhdimisht dhe her pas here për rëndësinë e kurimit të lëkurës e cila duhet të nisë që me ushqyerjen e shëndetshme, përdorimin e kremave të duhur që i përshtaten pH-it të lëkurës, kremi i diellit e të tjerë. Mënyra më e mirë për të përgatitur lëkurën para sezonit të verës është duke përdorur maska 100% natyrale. Maska me kanellë, sodë buke, mjalt dhe limon, e cila eliminon qelizat e vdekura të lëkurës tuaj. Përbërësit janë 2 lugë çaj sodë buke, 1 lugë çaj kanellë, 1 gjysmë limoni i shtrydhur dhe 5 lugë çaj me mjalt. Përzgjeni të gjithë përbërësit bashkë derisa masa të formohet dhe të jetë homogjene. Vendoseni atë në fytyrë dhe lëreni të veprojë për 15 minuta. Më pas shpëlajini me ujë të ngrohtë. Kanella ka në përmbajtjen e saj përbërës me veti antiinflamatore të cilat parandalojnë shfaqjen e njollave në lëkurë dhe ndihmojnë në reduktimin e akneve dhe poreve. Gjithashtu, mjalti ka efekt antioksidues dhe i jep butësi fytyrës tuaj. Maskë me sodë buke dhe qumësht. Kjo maskë është një ndër maskat më të shpeshta gjatë verës pasi ajo ka një efekt hidratues dhe ajo shërben gjithashtu edhe për të qetësuar lëkurën tuaj pas ekspozimit të saj të parë në diell. Në një enë, ju duhet që të shtoni 2 lugë çaj me sodë buke dhe 2 lugë gjelle me qumësht. Përzgjeni të dy përbërësit derisa të formohet një maskë. Më pas me ndihmën e një sfungjeri të butë përhapeni në lëkurën e fytyrës, e cila duhet të jetë paraprakisht e njomur. Lëreni mbi fytyrë për 30 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të bollshëm. Kjo maskë i rikthen elasticitetin e munguar lëkurës fal sasive të larta të mineraleve dhe vitaminave që përmban qumshti, të cilat ndihmojnë në shtimin e prodhimit të kolagjenit. Prandaj, herën tjetër, para se të shpenzoni shuma të mëdha parash në trajtime bukurie, ne do t'ju sugjerojmë që t'i hidhni një sy këtyre kurave natyrale sepse përveç se janë tejet efektive, ato nuk përmbajnë asnjë kimikat të dëmshëm që mund të ndikojë negativisht në lëkurën tuaj. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.